Ka diçka që askush nuk ta ka thënë mjaftueshëm qartë, dhe unë do ta të tregoj sot drejt për drejt. Dëshira mashkullore ka gjuhën e vetë, një gjuhë të heshtur që shumë pak gra mësojnë ta lexojnë, jo sepse nuk janë të zgjuara, por sepse askush nuk u ka marrë mundimin t'ua mësoj. Mirë se vini në Psikovida. Mendoje për një moment, sa herë ke qëndruar përpara një burri dhe ke pyetur veten me atë përzierjen e çuditshme të shpresës dhe dyshimit, nëse ai të sheh vërtet si grua të dëshirueshme, apo nëse është thjesht i sjellshëm. Sa herë i ke thënë vetes, ndoshta nuk jam ajo që ai kërkon, ndërkohë që, pa e kuptuar, ke injoruar sinjale të qarta që ai të ka dërguar, por tani vjen diçka që do të befasojë dhe është e rëndësishme ta dëgjosh mirë, sepse shumë pak njerëz flasin me kaq sinqeritet për këtë. Problemi nuk je ti. Problemi është se jetojmë në një kulturë që i ka thënë gruas dhe veçanërisht gruas që ka kaluar të 40, të 50 apo të 60 vjeçet se dëshira nuk ka të bëjë më me të, se dëshira i përket grave të reja. Dhe e them këtë me bindje të plot, pas 10 vjeçarësh pune me njerëz në këshillim. Ky është një nga gënjeshtrat më të dëmshme dhe më të ngulituara në shoqërinë tonë. Para se të vazhdosh të dëgjosh, do të kërkoj diçka. Nëse ky video të duket i vlefshëm, nëse në çdo moment ndjen se ajo që them të flet drejt për drejt, jep një gishtin lart dhe regjistrohu në kanal. Kjo na ndihmon të sjellim këtë lloj përmbajtjeje tek më shumë gra që kanë nevojë për të. Ajo që kam thënë në titullin e këtij videoje, këto 6 sinjale, është vetëm fillimi, sepse ajo që do të zbulosh këtu shkon shumë më tej se të mësuarit nëse një burr të dëshiron. Ajo që do të kuptosh sot ka fuqinë të ndryshojë mënyrën se si lidhet me veten, si e percepton veten dhe rrjedhimisht edhe si të perceptojnë të tjerët. Dhe kjo, beso, është pafundësisht më e fuqishme se çdo listë sinjalesh. Lëre të prezantoj diçka që ndoshta nuk e ke dëgjuar kur të formuluar kështu, por që sapo ta dëgjosh do ta njohësh menjëherë. Ekziston një fenomen që e quaj nga përvoja klinike padukshmëri vullnetare. Nuk nënkuptoj dikë që nuk shihet fjalë për fjalë. Nënkuptoj gruan që pa e kuptuar ka mësuar ta bëjë veten të padukshme ndaj dëshirës së të tjerëve, sepse në një moment të jetës i ka brendësuar idenë se koha e saj për t'u dëshiruar ka kaluar. Dhe gjëja më e çuditshme, më tragjike, por edhe më shpresëdhënëse e këtij fenomeni është se kjo grua e padukshme zakonisht është e rrethuar nga burra që e dëshirojnë, që e shikojnë, që mendojnë për të dhe ajo thjesht nuk e sheh. Pse ndodh kjo? Sepse një grua e zgjuar me përvojë jetësore dhe me një histori të fituar me vështirësi nuk është në gjendje të lexojë sinjalet më të qarta të dëshirës mashkullore. Këtë e zgjidhim sot jo në mënyrë abstrakte apo teorike, por në mënyrë që ta zbatosh në jetën tënde që nga ky moment. Dhe edhe diçka tjetër, diçka që e lë për fundin e këtij videoje, sepse është ndoshta gjëja më e rëndësishme që do të them sot. Nuk ka të bëjë me burrat, por me ty, me një ndryshim të brendshëm që, kur ndodh, ndryshon rrënjësisht mënyrën se si dëshira mashkullore hyn në jetën tënde. Nuk ta them tani sepse fillimisht duhet të kuptosh sinjalet, të përvetësosh gjuhën dhe pastaj ajo që do të them në fund do të ketë kuptim krejtësisht tjetër. Qëndroje deri në fund, do të ja vlej. Për të lexuar një gjuhë, duhet fillimisht të kuptosh se si funksionon ajo gjuhë. Dhe dëshira mashkullore, megjithse në shikim të parë duket e thjeshtë, ka një kompleksitet që shumica e grave nuk e njohin, dhe që ndryshon mjaft sipas moshës së burrit. Burri i ri e komunikon dëshirën e tij në mënyrë më direkte, më të ngathët, ndonjëherë më të dukshme. Por burri i pjekur, burri që ka jetuar, që ka pasur marrëdhënie, që ka mësuar se dobësia ka çmimin e vet, e komunikon dëshirën e tij në mënyrë shumë më delikate, më të koduar dhe më të mbrojtur. Kjo e bën atë burr të duket para një gruaje që nuk i lexon këto sinjale specifike thjesht si burr i sjellshëm, njeri simpatik, njeri që sillet mirë dhe asgjë tjetër. E kam vëzhguar këtë për vite me radhë në praktikën time. Gra që vinë të flasin për vetmin, për ndjenjen se askush nuk i shikon, se ndjen të padukshme ndaj dëshirës së të tjerëve.
Dhe kur eksplorojmë bashkërisht çfarë ndodh në jetën e tyre të përditshme, shfaqen 1, 2, ndonjëherë 3 burra që i shikojnë qartë dhe që ato i kishin interpretuar në mënyrë krejtësisht të ndryshme. Më kujtohet rasti i një gruaje që ishte 54 vjeç kur e takova, kishte 8 vjet e divorcuar, me jetë aktive, inteligjente, shumë e kujdesur. Ajo erdhi për këshillim sepse ndjente se kishte diçka të thyrë brenda saj, diçka që bënte që burrat të mos tregonin interes. Kur filluam të flisnim për jetën e saj të përditshme, ajo përmendi pothuajse rastësisht se kishte një burr në ndërtesën e saj që zbriste tek kuti e postës saktësisht në të njëjtën kohë si ajo, që gjithmonë kërkonte pretekste për të biseduar, që i sillte gjëra duke e ditur se do t'i pëlqenin. E përshkruante atë si zotërin shumë të vëmendshëm nga kati i 4. U deshën 3 seanca para se ajo të ishte në gjendje të shihte atë që mua më dukej e qartë që nga momenti i parë. Ai burr ishte thellësisht i interesuar për të dhe ajo nuk e kishte parë me gjithë inteligjencën e saj, sepse pa e vënë në dyshim kishte vendosur se ishte e pamundur. Kjo nuk është rasti izoluar, është një model. Dhe për këtë arsye sot nuk po mëson vetëm sinjale, por një mënyrë tjetër shikimi. Do të doja të them edhe një gjë tjetër para se të kalojmë tek sinjalet konkrete dhe kjo është themelore. Dëshira trupore e burrit nuk ekziston e izoluar. Është e lidhur me diçka më gjithëpërfshirëse, admirimin, interesin e vërtet, dëshirën për të qenë pranë. Kur një burr të dëshiron fizikisht, kjo rrallë vjen e shoqëruar nga gjëra të tjera. Dhe pikërisht këtë mësojmë ta lexojmë sot. Ka një dallim të madh mes burrit që të kushton vëmendje sepse është detyrimi i tij shoqëror dhe burrit që të kushton vëmendje sepse nuk mund të bëjë ndryshe. Dhe ky dallim, megjithse duket delikat, është qartësisht i dukshëm kur di ku të shikosh. Dëshira prodhon atë që në psikologji e quajmë vëmendje të pavullnetshme. Kjo është lloji i vëmendjes që drejtohet nga diçka pa që personi të marrë vendim të ndërgjegjshëm. Funksionon njësoj si kur dëgjon emrin tënd në një dhomë të mbushur me njerëz dhe zhurma e sfondit papritmas hesht për trurin tënd. Nuk ke vendosur ta dëgjosh e dëgjove dhe pikë. Kur një burr të dëshiron, bëhesh ai emër që truri i tij e dëgjon mes zhurmës. Sa herë që hyn në një dhomë ku ndodhet ai, vëmendja e tij shkon tek ti edhe nëse është mes një bisede tjetër, edhe nëse po bën diçka që kërkon përqendrim, edhe nëse ka 1000 arsye të mos të shikojë. Megjithatë, brenda këtij sinjali të përgjithshëm ekziston një sinjal specifik që dua të mësosh ta njohësh, sepse është më i fuqishmi dhe më pak i njohuri. Quhet kthimi i shikimit. Kthimi i shikimit ndodh kur ti dhe ky burr jeni në grup dhe ndodh diçka e qeshur, befasuese apo emocionuese dhe ai instinktivisht kërkon me sytë e tij ty. Jo personin me të cilin po flet, jo mesin e dhomës ty. Ky gjest që zgjat më pak se një sekond dhe që ai ndoshta nuk e vëren as vetë se e bën, është një nga treguesit më të besueshëm se ekziston një lidhje emocionale dhe fizike. Pse ndodh kjo? Sepse me sytë kërkojmë njerëzit që na janë të rëndësishëm kur duam të ndajmë një moment. Kur diçka na prek, impulsi i parë është ta ndajmë me atë që jemi të rëndësishëm. Dhe kur ky burr kërkon ty në atë moment spontan, kjo nuk është mirësjellje, është diçka shumë më e thellë. Ajo që mund të bësh me këtë është e thjeshtë dhe nuk kërkon ndryshim të sjelljes tënde. Herën tjetër që të jesh në grup me një burr që të shkakton këtë dyshim, këtë ndoshta, këtë pyetje nëse të shikon në mënyrë të veçantë vërire ato momente spontaniteti, shakat, befasit, momentet e entuziazmit të përbashkët. Vëzhgo kë kërkon me sytë e tij. Mos e bëj dukshëm. Mos e kthe në eksperiment të ngurtë fillimisht thjesht vërej, sepse sapo ta vëresh, nuk mund ta ndalosh së parë. Do të doja të shtoja edhe diçka tjetër rreth vëmendjes mashkullore që shumë gra e interpretojnë gabim. Burri që të dëshiron nuk do të shikojë gjithmonë dukshëm. Në fakt, burri i pjekur, burri me përvojë, ndonjëherë bën pikërisht të kundërtën. Ai mëson ta kontrollojë shikimin e tij ndaj teje, sepse instinktivisht nuk dëshiron të tregojë dobësi. Ndonjëherë sinjali pra nuk është se ai të shikon shumë,
por se bën përpjekje të dukshme për të mos të shikuar. Dhe kjo përpjekje vetë është zbuluese. A ke vënë ndonjëherë re një burr që duket sikur shmang të shikuarit ndaj teje, por që di si është gjithmonë i informuar për çfarë bën? Edhe kjo është sinjal dhe është një nga më të fuqishmit, sepse do të thotë se dëshira është aq intensive sa duhet mbajtur mbrapa. Komunikimi jo verbale është një fushë e studiuar prej 10 vjeçarësh dhe ekziston një gjë mbi të cilën pajtohen të gjithë studiuesit e kësaj fushë. Trupi është shumë më i sinqertë se fjalët. Mund të kontrollojmë çfarë themi. Është shumë e vështirë të kontrollosh plotësisht çfarë bën trupi ynë. Dhe kjo vlen veçanërisht për dëshirën fizike, sepse dëshira aktivizon sistemin nervor autonom, pra atë pjesë të sistemit nervor që nuk është nën kontroll vullnetar. Për këtë arsye, trupi i një burri që të dëshiron do t'ia komunikojë atë, edhe nëse ai nuk ka marrë vendim të ndërgjegjshëm ta komunikojë. Ka disa sinjale fizike mbi të cilat dua të flas veçanërisht këtu, sepse neglizhohen më shpesh. I pari është orientimi i trupit. Kur dikush na intereson, kur dikush na tërheq, trupi ynë drejtohet natyrshëm drejt atij personi. Nuk po flas vetëm se ai të shikon në fytyrë, po flas se këmbët e tij, shpatullat, torsoi i tij tregojnë nga vendi ku je ti. Edhe nëse kthyen kokën për të folur me dikë tjetër, herën tjetër vëri re këmbët. Këmbët janë pjesa e trupit që e kontrollojmë më pak me vetdije, dhe ajo që jep më shumë informacion rreth interesit të vërtetë dhe dëshirës së vërtetë. Sinjali i dytë fizik është ai që në psikologji njihet si pasqyrimi i pavullnetshëm. Njerëzit kemi tendencë të imitojmë qëndrimin dhe gjestet e personave që na pëlqejnë, krejtësisht në mënyrë të pandërgjegjshme. Nëse i mbyll krahët, edhe ai i mbyll krahët. Nëse e anon pak kokën, edhe ai e bën. Nëse buzëqesh, buzëqeshja e tij shfaqet para se ai të ketë përpunuar me vetdije se diçka ishte e qeshur. Kjo pasqyrim nuk ndodh qëllimisht, është rezultat i rezonancës emocionale që prodhon dëshira. Sinjali i tretë, dhe ky është ndoshta më direkt nga të gjithë, është kontakti fizik që ai kërkon, por mund ta justifikojë. Burri i pjekur që të dëshiron rrallë do të marrë thjesht dorën tënde ose do të bëjë diçka që nuk mund të shpjegohet ndryshe, por do të kërkojë ato kontakte të vogla që kanë një justifikim. Të preki dorën kur po të jep diçka, të prek lehtë shpatullën për të tërhequr vëmendjen tënde, të afrohet pak më shumë se sa është e nevojshme kur po flisni në një mjedis me zhurmë. Asnjëri nga këto gjeste nuk është i rëndësishëm i marrë veçmas, por të gjithë bashk, me një farë konsistence, formojnë një model shumë të qartë. Dhe këtu dua të tregoj diçka që e kam vëzhguar në praktik dhe që më duket shumë zbuluese. Kisha një paciente, 62 vjeçe, që ishte e bindur se një burr në grupin e saj të ecjes ishte thjesht shumë ekstrovert dhe i shprehur fizikisht me të gjithë. Punuam që ajo të fillonte të vëzhgojë me vëmendje më të madhe pa gjykuar, thjesht duke vënë re. Një javë më vonë u kthye dhe tha diçka që e gjej shumë të bukur. Jorgje, kuptova se ai i prek shpatullat e të tjerëve shpejt dhe pastaj largohet, por kur prek shpatullën time, dora qëndron një sekond më gjatë se sa duhet. Ajo sekond e vetme, ajo sekond e vogël ku dora nuk dëshiron të largohet. Ky është trupi që flet me sinqeritet të plotë. Ajo që mund të bësh është të vëzhgosh modelin e plot, jo gjestet e izoluara, por pamjen e tërësishme. Një gjest mund të jetë rast i rastit, 2 mund të jenë koincidencë, 3 gjeste që përsëriten me konsistencë, me kalimin e kohës dhe të drejtuara specifikisht tek ti. Kjo nuk është më rastësi, janë informacion. Ky sinjal është ai që gratë i befason më shumë kur e shpjegoj, sepse duket i vogël, gati i parëndësishëm dhe megjithatë është një nga treguesit më të besueshëm të dëshirës dhe interesit të vërtetë. Dëshira prodhon tension dhe vëmendja e vazhdueshme krijon kujtesë. Kur dikush na është i rëndësishëm, kur dikush na dëshiron, na kushton vëmendje të një cilësie tjetër dhe kjo cilësi vëmendjeje shënon gjërat ndryshe. Nënkuptoj këtë, burri që të dëshiron do të mbajë mend çfarë i ke thënë javën e kaluar.
Do të mbaj mend që ke përmendur se të pëlqen një lloj i caktuar muzike, se vajza jote jeton në një qytet tjetër, se ke pasur vizitë mjekësore që të ka shqetësuar, se e martja është ditë e vështirë për ty. Jo sepse ka kujtesë të jashtëzakonshme, por sepse është vërtet i pranishëm kur flet. Vëmendja e tij është e plot, aktive, e interesuar dhe ky lloj vëmendjes shënon gjërat ndryshe. Dhe mënyra se si e përdor pastaj këtë kujtim është edhe më zbuluese, sepse ai nuk e mbledh në heshtje e përdor për të lidhur me ty. Pyet si ka shkuar vizita mjekësore. Përmend këngën që i ke thënë se e do. Të kujton diçka që i ke treguar dhe që ti vet e kishe harruar. Këto momente kur dikush na kthen diçka nga vetja jon që nuk e dinim se e kishim dhënë, janë të një intimiteti të madh. Dhe shpesh neglizhohen pikërisht sepse duken të vogla, sepse duken miqësore, por në realitet janë thellësisht domethënëse. Ka një dallim të rëndësishëm që dua ta bëj këtu për të mos shkaktuar konfuzion. Jo çdo burr me kujtesë të mirë të dëshiron, dhe jo çdo burr që të dëshiron ka në përgjithësi kujtesë të mirë. Çelësi nuk qëndron se ai ka kujtesë, por se ka kujtesë selektive për ty, se i mban mend gjërat e tua me një specifik që ai nuk e aplikon ndaj njerëzve të tjerë rreth tij në të njëjtën mënyrë. Kjo është ajo që ka rëndësi. Ajo që mund të vëzhgosh për të njohur këtë sinjal tek një person i caktuar është relativisht e thjeshtë. Bëri re nëse ai përmend gjëra që ke thënë në biseda të mëparshme. Bëri re nëse bën pyetje vijuese mbi tema që ke prekur më parë. Bëri re nëse i adapton veprimet ose sugjerimet e tij ndaj gjërave që di rreth teje, sepse ja ke treguar në një moment të caktuar. Kur kjo ndodh me konsistencë, kur ekziston një model se ai mban mend dhe përdor atë që mban mend për t'u afruar me ty, kjo është sinjal shumë i fortë. Ky sinjal duket i kundërthënshëm në shikim të parë dhe për këtë arsye e shpjegoj me veçantë, sepse gratë kur e kuptojnë vërtet zakonisht përjetojnë një moment ndriçimi që ndryshon shumë interpretimin e tyre të situatave të caktuara. Kemi tendencë të mendojmë se dëshira kur ekziston prodhon rehati, relaksim dhe fluks në ndërveprim. Dhe ndonjëherë kështu ndodh. Por ndonjëherë, veçanërisht tek burri i pjekur që ka mësuar se dëshira mund të refuzohet dhe e bën të ndihesh i dobët, dëshira prodhon pikërisht të kundërtën. Prodhon një shqetësim shumë specifik, një nervozizëm tipik, një lloj ngatësie që nuk shkon me imazhin e përgjithshëm që ky burr ka për veten e tij. Bëri re këtë. Ekziston një burr në jetën tënde që në përgjithësi duket i sigurt në vetvete, që lëviz me lehtësi në situata sociale, që është rrjedhshëm në bisedë, por që pranë teje papritmas bëhet pak i ngathet, që thot gjëra që nuk dalin mirë, që qesh në momente të çuditshme, që fillon një fjali dhe e lë në mes. Kjo nuk është mungesë interesi. Shpesh është pikërisht e kundërta. Dëshira na bën të ndjehemi të cenueshëm dhe cenueshmëria na bën nervoz. Dhe kur dikush që normalisht nuk bëhet nervoz në praninë tënde, kur dikush që normalisht flet rrjedhshëm, papritmas ngagëllon ose kërkon fjalët, kjo është informacion shumë i vlefshëm. Ekziston një variant i këtij sinjali që është edhe më interesant dhe që dua ta shpjegoj. E quaj nervozizmin e afërsisë. Ndonjëherë një burr që të dëshiron dhe nuk di si ta menaxhoj këtë dëshirë, ndoshta sepse ka komplikime, ndoshta sepse kjo dëshirë është e pakëndshme për vetë atë, mund të tregojë ndaj teje një farë irritimi apo ftohësie që duket e pakuptueshme. Kjo nuk është armiqësi e vërtetë, është një lloj mbrojtjeje që ego ndërton për ta mbrojtur veten nga një emocion që perceptohet si kërcënues. E kam përjetuar këtë shumë herë në praktikë. Burr që flet për një grua me të cilën ka marrëdhënie profesionale ose shoqërore dhe e përshkruan me një farë irritimi se kjo grua e nervozos, se diçka tek ajo e konfuzon. Kur eksplorojmë këtë irritim, kur arrijmë tek ajo që ka poshtë, zakonisht është një dëshirë që ky burr nuk mund ta përpunojë. Megjithatë dua të jem shumë e kujdesshme me këtë sinjal, sepse nuk dua ta përdorësh atë për të justifikuar sjellje të pasjellshme ose të parespektueshme të ndonjë burri. Shqetësimi për të cilin flas është një shqetësim delikat, i çastit, që nuk e përcakton marrëdhënien.
Nëse një burr të trajton vazhdimisht keq, kjo nuk është dëshirë e shtypur, është diçka krejtësisht tjetër. Sinjali për të cilin flas është nervozizmi i çastit, ngatësia specifike, ndryshimi i regjistrit që ndodh kur është afër dhe që nuk ndodh në të njëjtën mënyrë ndaj personave të tjerë. Vjen te një sinjal që shkon përtej të fizikores, por është i pandashëm nga dëshira e vërtetë. Dhe dua të shpjegoj pse. Dëshira e pastër fizike, dëshira pa asgjë prapa saj, është e kalimtare, e menjëhershme, dhe nuk prodhon llojin e sjelljes për të cilën po flas tani. Dëshira fizike e shoqëruar nga tërheqje e vërtetë, nga diçka që mund të quhet fillimi i interesit të thellë, prodhon këtë sjellje. Dhe është e rëndësishme ta dish këtë, sepse gratë mbi 40 vjeç në përgjithësi janë, me të drejtë, të interesuara për këtë lloj të dytë dëshire, atë që ka substancë dhe mund të çojë drejt diçkaje të vërtetë. Kur një burr të dëshiron vërtet, kur ai nuk dëshiron vetëm të jetë afër trupit tënd, por edhe me atë që je, fillon të tregojë interes të vërtetë ndaj botës sate të brendshme, ndaj asaj që mendon, çfarë ndjen, si i shikon gjërat. Të bën pyetje që shkojnë përtej sipërfaqes. Nuk pyet vetëm çfarë ke bërë fundjavën, por si je ndjer duke bërë atë çfarë ke bërë. Nuk pyet vetëm nëse ke fëmijë, por si është marrëdhënia jote me ta, çfarë ndjen kur i sheh, me çfarë je më shumë krenare tek ata. Këto pyetje nuk janë pyetje të vogla, janë një formë intimitetit, një mënyrë për të hyrë me respekt në botën tënde dhe njëkohësisht për të zgjatur dorën që ti të hysh në tën. Dhe do të doja të them edhe diçka tjetër rreth kësaj, sepse është shumë specifike dhe shumë zbuluese. Burri që të dëshiron dhe është vërtet i interesuar për ty nuk të bën vetëm pyetje, të jep edhe përgjigje, hapet, të tregon gjëra rreth vetes që ndoshta nuk ua tregon shumë njerëzve. Flet për frikët, dyshimet, dështimet e tij, gjërat që e lëndojnë. Ajo që në psikologji quajmë vetëzbulimi ndërsjell është një nga treguesit më të fortë se dikush dëshiron të ndërtojë lidhje me ty, sepse askush nuk hapet ndaj dikujt ndaj të cilit është indiferent. Hapja emocionale ka çmimin e vet dhe e paguajmë vetëm kur ndjejmë se tjetri e meriton atë çmim. Vëzhgo nëse ekziston një burr në jetën tënde që të bën pyetje që shkojnë përtej protokollit shoqëror, që duket vërtet i interesuar për përgjigjen tënde, që vërtet dëgjon jo për t'u përgjigjur, por për të kuptuar, që mban mend çfarë i ke treguar dhe kthehet tek ajo, që të ndan gjëra nga jeta e tij që duken të rëndësishme. Ky burr nuk të sheh, vetëm dëshiron të njohë. Dhe dëshira për të njohur dikë, për të ditur si funksionon nga brenda, si ndjen, si mendon, kjo është një nga format më të bukura dhe më autentike me të cilat dëshira shfaqet. Dhe këtu dua të bëj një pauzë dhe të kujtoj diçka, sepse po i afrohemi sinjalit të fundit dhe dua të përgatis për atë që do të them pastaj. Në fund të këtij videoje ka edhe diçka tjetër që nuk ta kam thënë ende, diçka që lidhet me një ndryshim brenda teje dhe që ndryshon plotësisht dinamikën për të cilën kemi folur. Mos e harro, qëndroje deri në fund, sepse ajo që po vjen është, sipas mendimit tim, gjëja më e vlefshme nga çdo gjë që do të them sot. Sinjali i fundit për të cilin dua të flas është edhe ai më kompleksi, më i shumanshëm dhe ai që e shpjegoj me më shumë kënaqësi, sepse kur kuptohet ndryshon mënyrën se si interpretohen shumë sjellje mashkullore që dukeshin konfuze apo dy kuptimëshe. Kur një burr të dëshiron fizikisht dhe gjithashtu ndjen diçka më shumë se dëshirë fizike, diçka që fillon të bëhet kujdes i vërtet, shfaqet një instinkt mbrojtës që është pothuajse i pamundur të falsifikohet dhe shumë i vështirë të kontrollohet. Nuk po flas për mbrojtje në kuptimin e vjetër, paternalist, po flas për diçka shumë më delikate dhe më të bukur. Po flas për instinktin për të qenë i pranishëm në momentet kur ndoshta ke nevojë për diçka. Shfaqet në gjëra të vogla, sigurohet se ke arritur mirë kur ke dalë vonë. Pyet si je kur di se ke diçka të vështirë përpara. Shfaqet pothuajse pa u thirrur në momentet kur gjërat nuk shkojnë mirë. Nëse ka diçka që mund të bëj për t'i lehtësuar gjërat, e bën jo sepse ja ke kërkuar, por sepse instinkti i tij e çon atje. Ka diçka që dua ta bëj dallim këtu me shumë kujdes, sepse është e rëndësishme.
Ajo që po përshkruaj është ndryshe nga burri që sillet si ofrues shërbimesh, nga burri që bën gjëra për ty dhe pret diçka në këmbim, nga burri që e përdor mirësinë si strategji llogaritëse pushtimi. Ajo që po përshkruaj është spontane, nuk drejtohet nga një plan. Ndodh në mënyrë natyrore, pothuajse të pandërgjegjshme si pasojë e faktit se je e rëndësishme. Testi lakmus për të dalluar njërin nga tjetri është të vëzhgosh çfarë ndodh kur nuk i kthesh asgjë. Burri që është strategjik në mirësinë e tij do ta ndryshojë sjelljen kur sheh se strategjia e tij nuk po prodhon rezultatet e dëshiruara. Burri, mbrojtja dhe prania e të cilit janë të vërteta, do të vazhdojë të jetë i tillë pavarësisht nëse i përgjigjesh ose jo, sepse sjellja e tij nuk vjen nga një llogaritje, por nga një ndjenjë. Kisha një paciente që më përshkroi diçka që mendoj se e ilustron këtë sinjal në mënyrë të përsosur. Ishte 58 vjeçe dhe kishte kaluar një përvojë mjekësore të vështirë, jo të rëndë, por e kishte frikësuar. Një mik nga mjedisi i saj, burr që e përshkruante me atë dy kuptimsi karakteristike të mosdijes saktësisht çfarë ndjente për të, u shfaq. Nuk u thirr, nuk u ftua, thjesht u shfaq, me pretekstin se i sillte diçka që kishte nevojë, dhe qëndroi aq kohë sa ishte e nevojshme. Pa kërkuar asgjë, pa shqetësuar, thjesht duke qenë aty. Ajo ma tregoi këtë pothuajse si shënim anësor, sikur të ishte një gjë dytësore, dhe i thash: "Më trego më shumë rreth këtij burri, sepse ky lloj pranie nuk është rastësor. Kjo mënyrë e veçantë e të qenit aty nuk aktivizohet pa arsye. Ajo që mund të bësh me këtë sinjal është të mos vëzhgosh kaq shumë çfarë bën ky burr në kohë të mira, kur gjithçka është e lehtë dhe e këndshme, por çfarë bën në momente të vështira. Në momentet kur je e lodhur, e shqetësuar, e zënë me punë ose thjesht nuk je në gjendjen tënde të parë as duket, apo afrohet në ndonjë mënyrë, kjo reagim do të tregojë shumë më tepër se çfarë ndjen ky burr, se sa të gjitha fjalët e tij bashkë. Kemi parë 6 sinjalet dhe tani dua të flas për diçka njësoj të rëndësishme. Çfarë të bësh me këtë informacion kur ta kesh? Sepse këtu ekziston një gabim shumë i zakonshëm që bëjnë gratë dhe ka të bëjë me mënyrën se si truri njerëzor përpunon informacionin kur janë të përfshira emocionet. Gabimi quhet interpretimi i tepruar dhe e kundërta e tij, njësoj problematike, është interpretimi i pamjaftueshëm. Kam parë gra që bien një lloj në të dy ekstremet me të njëjtin rezultat: konfuzion, dhimbje dhe vendime që nuk u bëjnë mirë. Interpretimi i tepruar ndodh kur merret një sinjal i vetëm dhe ndërtohet mbi të gjithë ndërtesa e përfundimeve. Kur ky burr të ka shikuar 2 herë dhe je tashmë e bindur se dëshiron të martohet me ty, kjo mund të çojë tek pritshmëri që tjetri nuk i ka krijuar, tek iluzione që shpërndahen dhe dhembin në mënyrë disproporcionale, sepse në realitet nuk kishte bazë të vërtetë, vetëm lexim të tepruar i diçkaje të vogël. Interpretimi i pamjaftueshëm është i kundërti kur sinjalet janë atje, të qarta, konsistente, të përsëritura me kalimin e kohës dhe ti minimizon të gjitha. Kur ke 10 arsye të besosh se ky burr është i interesuar dhe gjen 11 pretekste për të mos besuar. Edhe kjo është mekanizëm mbrojtës. E kuptoj plotësisht. Nëse nuk e lejoj veten ta shoh se dikush më dëshiron, nuk mund të refuzohem. Nëse nuk e lejoj veten të entuziazmoj, nuk mund të zhgënjehem. Logjika e mbrojtjes është e kuptueshme, por çmimi që ka është shumë i lartë, sepse mbyll edhe derën ndaj diçkaje që mund të ishte shumë e mirë. Ajo që po propozoj në vend të kësaj është një lexim i sinqertë dhe i duruar, i bazuar tek modeli, jo tek shenja e izoluar. Një sinjal i vetëm është një mundësi. 2 sinjale konsistente janë më shumë. 3 ose 4 sinjale që përsëriten me kalimin e kohës që formojnë një model koherent. Këto janë tashmë informacion i fortë, bazuar mbi të cilin mund të veprosh ose të paktën të reflektosh, pa ndjerë se je e papërgjegjshme ose naive. Dhe ka diçka që dua të them lidhur me këtë, që mendoj se është themelore për gratë në fazën e jetës për të cilën po flasim, me 40, me 50, me 60 vjeç. Gratë kanë diçka që gratë e reja nuk e kanë pothuajse kurrë, përvojën e të qenët gabim dhe e mbijetuarit. Kjo përvojë është një burim i madh.
nuk duhet të bëhet armor. Mund të përdoret mirë, si busull, si mënyrë leximi e situatave me më shumë saktësi, me më shumë nuancë, me më shumë urtësi. Çelësi qëndron në mos lejuar që frika, e ndërtuar nga përvojat e shkuara, të ngjyros aq shumë perceptimin tënd të tashmes sa të pengoj të shohësh çfarë po ndodh vërtet. Do të doja të flas për diçka që nuk e përmendin zakonisht videot e këtij lloji, sepse është e pakëndshme, por që e konsideroj jashtëzakonisht të rëndësishme, gabimi i ngatërimit të shikimit të sinjaleve me veprimin sipas sinjaleve. Mësimi i leximit të sinjaleve të dëshirës mashkullore është i vlefshëm, i dobishëm, informacion që mund të të ndihmojë të navigosh marrëdhëniet tuaja me më shumë qartësi dhe ndërgjegjësim. Por leximi i sinjaleve nuk zëvendëson komunikimin e vërtetë. Dhe komunikimi i vërtet nuk është e njëjta gjë me interpretimin njëpalësh. Me fjalë të tjera, mund të lexosh në mënyrë të përsosur të gjitha sinjalet për të cilat kemi folur sot. Mund të jesh pothuajse plotësisht e sigurt se ky burr është i interesuar. E megjithatë gjëja më e vlefshme që mund të bësh në shumë raste nuk është llogaritje mendore më e sofistikuar, por thjesht të jesh e disponueshme, të krijosh kushtet që komunikimi të mund të lindë natyrshëm. Mos imponoje, mos forco, mos shkruaj skenar. Thjesht je e pranishme, e hapur, pa armor mos besimi, por edhe pa urgjencën e domosdoshmërisë. Dëshira që ka të ardhme, interesi që shndërrohet në diçka të vërtetë dhe të kënaqshme, ka nevojë për hapësirë të marrë frymë. Dhe mund të japësh këtë hapësirë pa humbur dinjitetin tënd, pa u bërë pasive, pa pritur që ai të bëjë gjithçka. Mund të jesh aktive duke krijuar hapësira takimi, duke treguar interesin tënd në mënyrë delikate por të qartë, duke dhënë sinjale se je e disponueshme që gjëja të mund të zhvillohet. Kjo nuk është ndjekje, kjo është pjesëmarrje. Dhe të marrësh pjesë në atë që mund të shndërrohet në diçka të mirë për ty, është pikërisht ajo që duhet të bësh. Po arrim te një nga momentet e këtij videoje që më janë më shumë në zemër dhe që mund të të ndihmojë më shumë, nëse e dëgjon pa mbrojtje dhe pa ngull. Ekziston një mit shumë i fuqishëm, shumë i përhapur dhe shumë i dëmshëm që thotë se dëshira ka datë skadence, se tërheqja fizike është territor që u përket grave të reja, dhe se me kalimin e moshës gruaja humbet vendin e saj në këtë botë, derisa në fund thjesht zhduket nga radari i burrave. Kjo është, për ta thënë thjesht dhe drejt për drejt, e gabuar, por thënia e saj nuk mjafton. Duhet kuptuar pse është e gabuar. Sepse nëse nuk e kupton vërtet, nëse vetëm pranon mohimin e mitit pa kuptuar alternativën e tij, miti kthehet me forcë të njëjtë në momentin e parë dyshimi. Dëshira që ngjallim tek të tjerët nuk varet ekskluzivisht nga pamja jon fizike në kuptimin e ngushtë, konvencional. Varet nga diçka shumë më komplekse dhe më e pasur, të cilën e quajmë përthjeshtësi prani. Prania është kombinimi i mënyrës se si e banojmë trupin ton, si raportojmë me veten, me çfarë energjie hymë në hapësira dhe marrëdhënie. Dhe prania nuk zvogëlohet me moshën tek shumë gra, tek gratë që kanë punuar në jetën e tyre të brendshme, që kanë bërë paqen me historinë e tyre, që kanë falur veten dhe kanë zgjedhur veten. Prania në 50 vjeç është pafundësisht më e fuqishme se sa në 20 vjeç. Kam njohur në praktikën time klinike gra 60 vjeçe që ngjallnin tek burrat rreth tyre tërheqje absolutisht autentike dhe shumë të fortë, jo pavarësisht moshës, por pjesërisht pikërisht për shkak të asaj që mosha e tyre kishte ndërtuar brenda tyre. Dhe kam njohur gra 25 vjeçe që, për arsye të ndryshme emocionale, rrezatonin një prani aq të zbutur sa ngjallnin shumë pak interes. Çelësi nuk është tek vitet. Çelësi është tek marrëdhënia që ke me veten tënde.